Personi që ndiqni pas meje quhet Gëzim Hoxha, është në fakt pronari i kompanisë First. Të dhënat referojnë se kompania e tij ka siguruar për një vit rreth 60 milion euro nga tenderat sekret, ndërsa bilancet zyrtare reflektojnë fitime që mezi justifikojnë ekzistencën e kompanisë. Në 2 vite, Gëzim Hoxha deklaron rreth 1,6 milion euro fitim dhe pagua një dividend simbolik sikur të ishte një biznes që mbijeton, jo një kompani që thith fonde shtetërore marramendëse. Në letër, gjithçka duket e rregullt. Në realitet, parat kanë zgjedhur një rrugë tjetër, larg syrit të tatimeve dhe shumë më afër laboratorëve të imagjinuar të teknologjisë. Tenderët sekret, kjo shpikje perfekte për të shmangur çdo formë gare, shfaqen si bileta e artë e Gëzim Hoxhës drejt suksesit. Në të dhënat që SPAK disponon në dosjen e Akshit, provohet se ai ka qenë operatori vetëm dhe se ka marrë miliona euro dhe se më pas është këshilluar të bashkëpunojë me kompani të tjera me nën kontraktim. Këto bashkëpunime që në një treg normal do të quheshin konkurrencë apo partneritet, këtu ngjajnë më shumë me një sistem gjobash të rafinuara, ku nën kontraktimi shërben për të shpërndar haraçin dhe për të ruajtur paqen mes përfituesve të parave publike në grup. Por historia nuk mbaron tek Akshi apo Agjencia Kombëtare për Sigurinë Kibernetike. Kompania First e Gëzim Hoxhës ka gjetur rrugën e penetrimit edhe në parajsën e fitimit të parave vetë me ekzistencë fiktive, sikurse është projekti një parku teknologjik pa teknologji dhe madje pa qenë park fare, sikurse përmendëm më lart Durana Tech Park. Edhe këtu Gëzim Hoxha krijoi kompani të reja me emra futurist dhe objekt të avancuar, ndërsa realiteti mbeti po aq virtual sa laboratorët e tyre të kërkimit. Në gjatëzotaj të Durrësit, parat publike ndryshojnë adresë, zhduken nga bilancet dhe rilindin si investime inovative, të mbrojtura nga lehtësitë fiskale dhe heshtja institucionale. Ndërkohë, thesari i shtetit vazhdon të paguaj. Vetëm pak para mbylljes së bilancit të vitit 2024, 15 milion euro kaluan qetësisht gati si një nëndetse në llogarinë e kompanisë së Gëzim Hoxhës për sigurinë kibernetike, në një vend ku sistemet shtetërore bien njëri pas tjetrit nga sulmet e hakrave. Një sukses i rrallë të paguash për mbrojtje në një kohë ku gjithçka është e hakeruar. Kjo me sa duket quhet performancë. Megjithatë, pavarësisht se emri i tij del në 10 faqe të dosjeve të SPAK-ut, Gëzim Hoxha vazhdon të shfaqet më shumë si dëshmitar sesa objekt hetimi, kur duket qartasi se ai ka qenë një lloj dispečeri për shpërndarjen e fondeve brenda grupit që kontrollonte Akshin, pra nën hyjmin Ergys Agasit dhe Ermal Beqirit. Ai është një figurë qendrore në një skem ku të gjithë janë të përfshirë dhe sigurisht që ai ka përgjegjësi të posaçme në këto aferat e errëta dhe shumë fitimprurse në abuzim. Ndërkaq këtu kemi të bëjmë edhe me një tjetër anë. Raportimet publike, sipas të cilave Gëzim Hoxha i lidhur me çështjen e skandalit të Akshit dhe projektin Durana Tech Park ndodhet nën kërkim apo nën hetim me autoritetet ligjzbatuese, krijohet një situatë problematike morale kur vendoset përballë faktit tjetër se ai është vëllai i ambasadorit të Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Ferit Hoxha. Askush nuk mund dhe nuk duhet të bëjë përgjegjës penalisht një familjar për veprimet e një tjetri. Parimi i përgjegjësisë personale është themelor në çdo shoqëri demokratike, por diplomacia veçanërisht nuk matet vetëm me kodin penal, ajo matet edhe me perceptim, besueshmëri dhe natyrisht me integritet moral. Nëse një përfaqësues i lartë i shtetit shqiptar drejton një mision dhe përfaqëson Shqipërinë në nivelet të larta ndërkombëtare, atëherë transparenca dhe lufta kundër korrupsionit janë kriteret themelore ku çdo lidhje familjare me skandale të rënda publike, edhe kur nuk përbën faj ligjor, merr një tjetër peshë dhe ka përgjegjësi morale. Ironia qëndron pikërisht këtu. Shqipëria kërkon besim nga institucionet ndërkombëtare, ndërsa përfaqësohet nga një diplomat mbi të cilin bie hija e dyshimit jo për veprimet e tij, por për një familjar të afërt të tij, sikurse është i vëllai Gëzim Hoxha, i lidhur me një aferë që prek vetë zemrën e shtetit digjital dhe fondet publike nëpërmjet manipulimit për përfitime të paligjshme. Në këto raste, heshtja institucionale nuk është neutralitet, por dobësi, ndaj nevojitet domosdoshmërisht një distancim moral të paktën apo qëndrim publik nga ana e ambasadorit Ferit Hoxha për implikimin e dyshuar të vëllait në një mega aferë korruptive dhe kriminale. Kjo vlen për të mbrojtur në radhë parë dinjitetin e tij personal, por edhe funksionin shtetëror dhe vetë shtetin shqiptar.